Në sallën e Muzeut Historik të qytetit të Lushnjës u zhvilluan homazhet në nder të aktorit dhe regjisorit të njohur shqiptar Gjergj Lala, i cili u nda nga jeta në moshën 79 vjeçare në Itali, ku prej vitesh jetonte dhe vijonte aktivitetin e tij artistik. Trupi i artistit u soll në qytetin e lindjes nga familjarët, bashkëshortja dhe 2 djemtë e tij për t'i dhënë lam të mirën e fundit në vendin ku hodhi hapat e parë të jetës dhe të artit. Miq, koleg, artist, përfaqësues të shoqatës së kulturës, shkrimtar dhe qindra qytetarë zhvilluan homazhe duke vendosur kurora dhe buqeta me lule pranë arkmortit në shenjë respekti për një nga figurat më të spikatura të skenës dhe ekranit shqiptar. I lindur në Lushnjë, Gjergj Lala la gjurmë të pashlyeshme në teatrin dhe kinematografinë shqiptare. Një nga rolet që e bëri të njohur për publikun ishte interpretimi i Mihal Gramenos në filmin Liria Vdekje. Gjatë karrierës së tij, interpretoi dhe në filma të njohur si Tokë e përgjakur, Nusja dhe Shtetërrethimi, Gjurmë në kaltërsi, Në prag të lirisë, Shtëpia jone e përbashkët, Një emër midis njerëzve dhe Lumi që nuk shteron. Edhe pse prej vitesh jetonte në Itali, ku mori pjesë në filma dhe produksione televizive italiane, ai nuk i shkëputi asnjëherë lidhjet me vendlindjen. Sipas familjarëve dhe kolegëve, me dëshirën e shprehur nga vetë artisti, ai do të prehet në varrezat publike të qytetit të Lushnjës. Në emër të Bashkisë Lushnje, homazhe dhe kurora me lule vendosën kryetarja e bashkisë Riselda Sefa, e shoqëruar nga nënkryetaria Maldrita Bardho. Pas ceremonisë së homazheve, kryebashkia Sefa vlerësoi figurën e Gjergj Lalës si një artist që i dha emër jo vetëm qytetit të Lushnjës, por edhe gjithë skenës dhe kinematografisë shqiptare, duke lënë pas një trashëgimi të vlerë artistike. Ndarja nga jeta e Gjergj Lalës përbën një humbje të madhe për artin shqiptar dhe për qytetin e Lushnjës, që humbi një nga artistët më të dashur dhe më të vlerësuar të tij. Sot, po japim lam të mirën e fundit, një prej artistëve më të dashur të artit shqiptar, biri të Lushnjës, Gjergj Lala. Me ndarjen e tij nga jeta, Lushnja, Shqipëria, humbi një prej artistëve më të talentuar, por patjetër dhe një prej personaliteteve me vlera më të larta njerëzore. Ai do të mbetet në memorien e kulturës dhe të krenarisë së Lushnjës sonë. Në emër të Bashkisë Lushnje dhe të gjithë qytetarëve të Lushnjës, dua të shpreh ngushëllimet e sinqerta për gjithë familjen, miqt, të afërmit, por edhe komunitetin e artistëve. Lam të mirë Gjergj Lala, preu në paqe. Faleminderit. Gjatë ceremonisë së homazheve, mes kujtimesh, emocionesh dhe lotësh, djali i aktorit Claudio Lala ndau me të pranishmit disa nga momentet më domethënëse të jetës dhe karrierës së teatrit. Ai tregoi se pavarësisht viteve të jetuara në Itali, Gjergj Lala i kishte ruajtur gjithmonë lidhjen e fortë me vendlindjen dhe kishte shprehur dëshirën e tij të fundit që të prejë në qytetin e lindjes në Lushnjë, amanet që familja vendoste ta përmbush. Babi kur erdhi në Itali, erdhi bëri gjithë ato sakrificat për ne fëmijë, na arriti në shkollë, ne kampi në fushën të tij artistik, edhe në Itali punovi si aktor, si regjisor teatral, edhe ka bërë tërë filma edhe me Al Pacino, me Ricky Tognazzi, me gjithë aktorë italiane dhe internacional, edhe e ka patur gjithnjë atë dëshirën të interpretoj personazhe të ndryshme. Atë që në Shqipëri e ka patur si një pasion që nuk e ka lënë asnjëherë, edhe kur ishte në këtë moshë nuk e ka lënë asnjëherë. Donte të bënte role, donte të recitonte, donte të bënte spektakël teatrale, donte e kishte qef, jetonte për artin. Edhe unë edhe Renato vëllai tim jemi në fushën të artit, të fotografisë, të video, regjisor, edhe do e vazhdojmë këtë pasionit të babit. Një shprehje, mos e ndajmë, mos u ndajmë. Vëllezri me motra, me të gjithë mos u ndajmë, rrini gjithë bashkë. Amaneti i babit ishte të ktheheshe në Shqipëri, të varroseshe këtu në Lushnjë, e kishte dëshirë, edhe ne u munduam t'ja bënim edhe ta shihesh në Lushnjë kur donte të ktheheshe. Ndërsa i afërmi i familjes, Bashkim Çollaku, solli kujtime dhe vlerësime për figurën e Gjergj Lalës, duke cilësuar atë si një ikon të kinematografisë shqiptare. Me emocione ai u shpreh se zëri, interpretimi dhe prania e artistit do të vijojnë të jetojnë mes filmave, roleve dhe veprave që ai la pas në skenën dhe ekranin shqiptar, duke mbetur përgjithmonë në kujtesën e publikut. Sot është ditë e veçantë dhe po të shikosh edhe pamjet e qytetit, sot ka ndryshuar. Çdo gjë sot ka idhërim. Zëri i tij ndihet në rrugët e qytetit,
që ai zë kumbus, ai zë i ngrohtë, ai zë patriotik, ai zë që do ta kujtoj brez pas brezi Shqipëria marë, Kadri Roqi marë, ka thënë për Gjergjin Lala. Diksioni i Gjergjit na ndjek dhe ne pas që jemi ti stani në mënyrë figurative, dhe ai na ndjek nga pas. Ky ishte Gjergji. Gjergji ishte njeri, Gjergji ishte thjesht. Gjergji në shikoj kudo me njerëz të thjesht. Ndarja e tij nga jeta përbën një humbje të madhe për artin shqiptar dhe për qytetin e Lushnjës, si i dha vendit një artist me kontribute të çmuara në teatr dhe kinematografi.